Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin policor të koduar Memory, duke arrestuar një 22 vjeçar të shpallur në kërkim dhe të dënuar me 10 vite burgim. Sipas njoftimit zyrtar, i riu së bashku me 2 bashkëpunëtor të tij në vitin 2022 kanë hyrë të armatosur dhe të maskuar në një bank në Koplik, ku kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme parash. Arrestimi i shtetasit Ash, 22 vjeç, banues në fshatin Aliaj në Malësi të Madhe, u bë i mundur pas kontrolleve intensive të kryera nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative. Gjykata e Shkodrës e ka dënuar 22 vjeçarin me 10 vite burg për veprat penale, vjedhje e bankave dhe arkave të kursimit, vjedhje me armë të kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.